تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se pejgamberi ynë Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Ata e dërgoi Allahu si përgëzues dhe paralajmërues para ndodhisë së Kiametit dhe e dërgoi si thirrës për tek Allahu me lejen e Tij dhe pishtar ndriçues. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij. Mëtej fjala më e mirë, fjala më e vërtet është fjala e Allahut, udhëzimi më I mirë është udha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat dhe secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. Mëtej, o ju që keni besuar, ruhuni Allahut ashtu si I takon atij dhe mos vdisni ndryshe, por vetëm duke qenë musliman. O robërt Allahut, ditët dhe orët kalojnë, muajt dhe vitet rrjedhin, ndërsa njerëzit ose I shfrytëzojnë ato me adhurime ose merren me epshe dhe kënaqësi. Ramazani është duke na ofruar me shpërblimet dhe veprat e mira që ai sjell, me të mirat dhe bekimet e Tij. Allahu I lartësuar na ka urdhëruar të nxitojmë drejt të mirave dhe të garojmë në adhurime, që të jemi prej banorëve të xhenetit, gjerësia të cilit është sa qiejt dhe toka. Allahu I madhruar thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin." Nxitoni drejt faljes nga Zoti juaj dhe xhenetit, gjerësia të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshmit. Nxitimi drejt faljes dhe xhenetit arrihet me bamirësi dhe me ruajtje, devotshmëri dhe takwa ndaj të gjithëmëshirshmit subhanahu wa ta'ala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal-ard u'iddat lil-ladhina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim. Garoni me njëri tjetrin drejt faljes prej Zotit tuaj dhe xhenetit, gjerësia të cilit është sa gjerësia e qiellit dhe tokës, që është përgatitur për ata që I kanë besuar Allahut dhe të dërguarve të Tij. Ajo është mirësia e Allahut që ai ja jep kujt të dojë, e Allahu ka mirësi të madhe. Për këtë arsye, Allahu I ka lëvduar ata që garojnë dhe nxitojnë drejt mirave, dhe ua ka dhënë vendin në xhenetet më të larta. Ai thot: "Was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin." Dhe ata që kanë prirë në besim dhe vepra të mira, e që do të prinë edhe në xhenet, ata janë të afërtit tek Allahu, në kopshtet e kënaqësisë. Shumica e tyre janë prej të lashtëve, ndërsa një pakicë prej brezave të mëvonshëm. Prandaj përgatituni për përpjekje dhe për kushtim
Përgatituni me përpjekje për përkushtim, sepse durimi në adhurime është një nga detyrat, një nga dyert më të mëdha të xhihadit. O robërt e Allahut, i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam u ka sqaruar besimtarëve rëndësinë e kohës. I kanë nxitur që ta shfrytëzojnë dhe ta çmojnë ata në bindje ndaj të gjithëmëshirshmit dhe i ka paralajmëruar nga neglizhenca dhe humbja e saj përmes mëkateve. Nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Shfrytëzo 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera: rinin para pleqërisë, shëndetin para sëmundjes, pasurinë para varfërisë, kohën e lirë para angazhimit dhe shfrytëzo jetën para vdekjes. Transmeton Hakimi dhe Ibn Sahih dhe Albani thotë se është sahih. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka njoftuar se robrit do të merren në llogari para Allahut të lartësuar për ata se ku i kanë shpenzuar vitet e jetës dhe si i kanë kaluar kohët e tyre. E ç'të thuhet atëherë kur bëhet fjalë për një kohë të begat dhe një periudhë fisnike si Ramazani. Nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tazulu qadamu ibn Adama yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم." Nuk do të lviz këmba e birit Ademit ditën e Kiametit para Zotit të tij derisa të pyetet për 5 gjëra: për jetën e tij se në çka shpenzoi, për rininë e tij se si e kaloi, për pasurinë e tij se nga e fitoi dhe ku e shpenzoi, dhe për dijen që pati çka veproi sipas saj. Transmeton Tirmidhiu dhe të tjerë dhe Albani e bën sahih. O robërt e Allahut, nuk ka dyshim se zemrat e muslimanëve gëzohen dhe mbushen me lumturi me ardhjen e muajit Ramazan. Dhe me të drejtë gëzohemi dhe përgëzohemi për të, sepse Allahu ka përgatitur në të mirësi dhe shpërblime që nuk gjenden në asnjë muaj tjetër. Ai është muaji i agjerimit, i cili përban një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Kush agjeron atë me besim dhe me shpresë në shpërblim, i falen të gjitha mëkatet e mëparshme. Ai është muaji i namazit të natës. Kush e fal namazin e natës me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen të gjitha mëkatet e mëparshme. Në të gjendet një natë më e mirë se 1000 muaj, nata e Kadrit, në të cilën u zbrit Kurani. Kush e kalon këtë natë në namaz, duke pasur besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen të gjitha mëkatet e mëparshme. Ramazani është muaji i Kuranit, në të cilin Kurani ka zbritur, dhe në të muslimani duhet të ashtojë leximin, recitimin dhe meditimin e tij më shumë se në çdo kohë tjetër. Ai është muaji i mirësisë, bujarisë, dhënies dhe bamirësisë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar dhe bujaria e tij ishte më e theksuar në Ramazan. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak, farada Allahu alaykum siyamah, tufattahu fihi abwabu as-sama, wa tughallaqu fihi abwabu al-jahim, wa tughallu fihi maradatu ash-shayatin. Lillahi fihi laylatun khayrun min 1000 shahr. Man hurima khayraha faqad hurim." Ju erdhi muaji i Ramazanit, një muaj i bekuar. Allahu ju ka bërë obligim agjerimin e tij. Në të hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe lidhen shejtanët kryeneç. Në të është një natë më e mirë se 1000 muaj. Kush privohet nga e mira e saj, vërtet është i privuar. Transmeton Nesaiu dhe Albani thotë se është hadith i mirë. Një muaj me këtë pozit dhe një sezon me këtë vlerë meriton të përgatitemi për të me përgatitjen më të mirë. Përgatitja fillon me vendosjen e niyetit të paluhatshëm për agjerimin e ditëve të këtij muaji, faljen gjatë netëve të tij dhe shfrytëzimin e kohës me vepra të lloj-llojshme prej veprave të mira. Pastaj muslimani duhet pendohet për gabimet dhe mangësitë, t'i braktisë mëkatet dhe gjunahet dhe ta përmirësoj veten, ta pastroj shpirtin dhe ta përforcoj zemrën në rrugën e Allahut para hyrjes së muajit të Ramazanit.
Ndër mënyrat më të mira me të cilat muslimani përgatitet për këtë muaj është mësimi i dispozitave të agjerimit dhe të namazit të natës, kuptimi i tyre dhe thellimi në to, si dhe mësimi i rregullave të itikafit dhe të umrës për ata që synon t'i kryej ato në këtë muaj. Kujdesu të pyesësh për çdo çështje që nuk e ke të qartë nga rregullat e agjerimit, sepse adhurimi nuk i sjell dobi atij që e kryen, përveç se kur është i pastër me përkushtim të sinqert për hir të Allahut dhe në përputhje me udhëzimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na mundëso të arrim Ramazanin dhe na jep sukses për agjerimin dhe namazin në të në mënyrën me të cilën ti je i kënaqur prej nesh, o Zoti i botëve. Allahu mbekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to, çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju, nga secili mëkat dhe gjuna, kërkoni falje atij, sepse ai është falësi mëshiruesi. Alhamdulillah, wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, alladhi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. E gjithë lavdia e takon Allahut. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut një dhe të pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, të cilin Zoti e dërgoi si mëshirë për të gjithë botët. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij, për sahabët e tij dhe të gjithë që ndjekin udhën e tij. Mëtej e porosis veten time dhe ju me takwa, kujdes dhe ruajtje, sepse kush i ruhet Allahut, Allahu e ruan, e mbron, e ndihmon dhe atij Allahu i mjafton. Vëllezër besimtar, ka ardhur Gjibrili alayhi salam, ka bërë dua dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë amin, kundër atij që arrin këtë muaj e nuk i falen mëkatet. Prandaj, o ju neglizhent, o ju mëkatar, e të gjithë ne jemi njerëz të mangësive dhe të mëkateve. Bëjeni këtë muaj një derë mirësie për kthimin tuaj te Zoti juaj dhe për pastrimin nga të gjitha mëkatet dhe shkeljet. I lumtur është ai që e merr veten në llogari dhe pendohet para se të dalë para Allahut në ditën e llogarisë. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Pendohuni tek Allahu të gjithë, o besimtar, që të shpëtoni. Robi duhet ta di se Allahu ka në çdo natë të këtij muaji njerëz që i liron nga zjarri. Allahu u shkruan shpëtimin nga zjarri dhe ata nuk do të jenë kur nga banorët e tij. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha kana awwalu laylatin min shahri Ramadan, suffidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulqat abwab an-nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwab al-jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin kull layla ya baghi al-khayr aqbil wa ya baghi ash-sharr aqsir wa lillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla lejla." Kur të vi nata e parë Ramazanit, prangosen shejtanët dhe xhindët e rebeluar, mbyllen dyert e zjarrit dhe prej tyre nuk hapet asnjë derë, hapen dyert e xhenetit dhe prej tyre nuk mbyllet asnjë derë, dhe thërret një thirrës: "O ti që e dëshiron të mirën, afrohu, dhe o ti që e do të keqen, zmbrapsu." Allahu liron njerëz prej zjarrit dhe kjo ndodh çdo natë. Transmetojnë Tirmidhiu dhe Ibn Majah dhe Albani e bën sahih. I lumtur është ai që i shfrytëzon ditët dhe netët e tij me adhurime, që përpiqet ta përsos agjerimin me faljen e natës, që i ruan gjymtyrët e tij nga mëkatet dhe shkeljet dhe që kthehet tek Zoti i tij, Zoti i madhrisë dhe i nderimit. Mirë për ata që e shpërdorojnë këtë muaj, sa keqardhje do të kenë ata në ditën e gjykimit. O Allah, na bëj prej njerëzve të adhurimeve dhe mos na bëj prej njerëzve të mosbindjeve dhe veprave të shëmtuara.
Vëllezër besimtar, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin, të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu ati jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.